Dëshmia e Daniel Shimës, ish drejtori i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë dhe Informacionit, i njohur ndryshe si Akshi, ka quar mëngjesin e dieshëm SPAK-un në kryerjen e disa kontrolleve në Tiranë, Qerret dhe zonën bregdetare të Palasës. Në cilësinë e personit që ka dijeni, Shima ka dhënë 3 herë deklarime në SPAK, duke treguar detaje mbi procedurat tenderuese dhe disa pasuri që dyshohet se i përkasin ish drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Karçanaj. Nisur nga këto deklarime të një dëshmitari që SPAK në këtë fazë të hetimit e konsideron të mbrojtur, hetuesit kanë nisur një hetim pasuror ndaj Mirlinda Karçanaj, Ergjus Agasit dhe biznesmenit Ermal Beqiri. Shima u ka treguar hetuesve se mes pasurive që disponon Mirlinda Karçanaj është një vilë e regjistruar në emër të personave të tjerë në Qerret Kavajës dhe Palas të Dërmiut. Sipas ish zëvendës drejtorit të Akshit, ai e ka parë disa herë Mirlinda Karçanaj të pushojnë në verë dhe në ditët e fundjavës, pikërisht në 2 vilat në Qerret dhe Palas. Lidhur me prezencën e saj në këto 2 vila luksoze, është marrë në pyetje në SPAK edhe Mirlinda Karçanaj, e cila ka pretenduar, duke pranuar se ka qenë me pushime ditore në këto 2 vila, por ka shtuar se ajo nuk është pronare e këtyre vilave. Sipas Karçanaj, vila në Palas i përket ish nëndrejtorit të Akshit, Daniel Shima, ndërsa Daniel Shima në deklarimin e tij pretendon se banesa luksoze i përket Mirlinda Karçanaj. Sipas burimeve të SPAK, në fakt vila luksoze është e regjistruar në emër të një punonjësi të Daniel Shimës. Ndërsa përsa i përket vilës tjetër në zonën e Qerretit, e cila mëngjesin e dieshëm u kontrollua nga SPAK, mësohet se kjo banesë është e regjistruar në emër të një shtetasi nga Kuksi. Ky person është lokalizuar dhe shoqëruar në SPAK për të dhënë shpjegime. Mësohet se ai ka deklaruar që nuk kishte shumë informacion mbi atë çfarë kishte ndodhur me këtë pronë. Dhe menjëherë pas administrimit të këtyre provave, prokurorët e dosjes Altin Dumani dhe Bledar Maksuti kanë kërkuar ushtrimin e kontrolleve në 4 banesa. Një në Tiranë, që është shtëpia e nënës së Mirlinda Karçanaj, në të cilën aktualisht ish zyrtari apo qëndron në masën e arrestit në shtëpi. Një në zonën e Qerretit në Kavaj dhe 2 të tjerat në zonën e Palasës në Dërmi. Kontrollet janë kryer me shpresën e gjetjes së sendeve personale apo të dhënave tjera që mund ta lidhin Mirlinda Karçanaj me këto pasuri dhe veprimtarinë e veprave penale. Ndërkohë pritet që SPAK, në ditët në vijim, të procedojë me vendosjen e sekuestro preventive ndaj këtyre pasurive. Në kuadër të këtij hetimi ka dalë edhe emri i biznesmenit të ndërtimit, Orest Sota. Fillimisht emri Orest Sotës doli për shkak të një marrëdhënie qiraje që ka pasur me Mirlinda Karçanaj, ku kësaj të fundit i ka dhënë me qira një apartament banimi në kryeqytet. Vet Karçanaj ka pretenduar në SPAK se banesën me qira e ka gjetur krejt rastësisht dhe pa u ndikuar apo orientuar nga askush. Sipas saj, numrin e banesës me qira e ka gjetur në një parukeri, i cili ishte i ngjitur në xhamin e Terës.